Të dashur shok, të dashur miq, besoj se më kaloni mirë me neve, e ku kam më mirë se sa unë kam të ftuar një kolege. Një bashkëpunëtare të shumë emisioneve që kemi realizuar bashkë, një bashkëpunëtare të shumë projekteve që kemi realizuar bashkë, mirë po një njohëse të mirë të çështjes së mbrojtjes së traditës kulturës shqipe. Lume, përshëndetje. Përshëndetje. Historia jote fillon me luftën. Një grua që tregoj në luftë që shmezoja. Nuk u ndaloj aty, tregoj edhe në për shumë aktivitete që ditë jetë një organizatore shumë e mirë. Përveç saj, tregoj që ditë jetë një projektuese shumë e fuqishme. Një motor e mirë, një vajzë e mirë. Megjitha, tregoj që edhe botën e gazetarisë e njeh mirë, edhe botën e prezantuesës e njeh mirë. Lume, një vajzë e re në vijat para të fronit. Faleminderit për gjitha këto fjalë dhe këto vlerësime me bëre të skuqem. Po, une do të thotë që në rinin time ishte lufta, edhe ishim në ato odat shkollat që mojshin e për oda, edhe detyrojshim t'i këshim, do të thotë largoshim nga aty dhe të ktheshim prap dhe fillun gjendja, mërshin shqiptarët u rrashin, një ndërtasht edhe ogja im që e kanë rraf dhe ka qëndru 3 muaj, do thotë me shumë plagë derisa u shëru dhe aty fillum. Por edhe une jam bes prekozi, mamaja ime më ka ushqyer me ato tregime ngjarje që kanë ndodhur nga koha e Ahmet Delis, Tahir Mejës dhe erdhi lufta. Dhe siç dihet në marsin e ftohtë në marsin e përgjakur, kur ra familja Jashari, një qëndresë e tyre lavdishme dhe aty ishte vula që une do të shoha, do mundem si vajzë e re ta bëj një gric, një qikës kontribut sa mundem si një vajzë e re e aso kohe. Por i shifsha dhe të rritë studenta që shkonin direkt i lenin studimet, që ishte ndërta mentor Dervishaj, studenti 10 juridikut dhe la fakultetin dhe shkoj në front, ku sot i ka është dëshmor i kombi dhe i ka dhe 2 vëllezër tjerë të ram në luftë. Dhe çdo gjë u kurorzu që unë bindem, edhe ishte koha kur vdiq Mervete Maksutaj dëshmorja, edhe unë shkova në rivarrimin e saj, edhe filloj mu bo brigada 133 Adrian Krasniqi në Dugagjen, që ishte nën komanden e generalit komandantit ish kryeministrit zotit Ramush Haradinaj. Unë isha në pjesën e zonës ku ishte nga pjesa i Stogut deri në fshatrat e Pejes, aty ishte e pozicionu me zonat e lira dhe brigada jonë, edhe une u kyqa në atë brigad, fillova ushtrimet, aty edhe pastaj fillun luftime, granatime, dhe si dihet komplet lufta, dhe kështu përfundova une në luft, u mbarej lufta, dhe erdhi liria me shumë gjak, shumë sakrificë, shumë masakra, popullata e dëbume, Kosova e rënume, Djegu në shkatrume çdo gjë, dhe u kthy popullata. Une nga aty me disa referenca të disa komandantëve, unë dola, i kisha dhe të regjistru në fakultetin juridik, unë dola në shtab të punoj dhe nga shtabi pastaj erdha në Prishtinë dhe vazhdova studimet, vazhdova jetën time. Kam një pyetje. Sa janë falëndërues njerëzit, institucionet për kontributin e një gruaje të dhënë në luftë? Po shiko tash. Unë e di që ti nuk i ke bërë për falëndrim, po sa ata janë kujdesshëm për këtë çështje? Unë nuk e kam bërë sepse siç thonë shumë bashkëluftëtar të mirë, ne kemi hyrë në luftë, po se kemi ditë që mbetemi ngjallë, sepse ata që e kanë pas shkruam të vdesin deri aty ku kanë pas jetën, sepse kjo lidhet pak edhe me Zotin, sa ta ka shkruar Zoti të kesh jetë, dhe ne kemi shpëtu, po nuk e kemi ditë a do shpëtojmë, a do mbesim gjallë, dhe s'kemi mendu që dikush do na falenderohet. Dhe nuk pres askush mu falenderu, sepse është obligimi joni. Obliguese moral. Po, moral, obligim moral që të bësh diçka për atë dheun. Sa i përket popullata tash veç kohëve të fundit, nga që i kemi krerët në Hag, ka fillu nga pak ku t'ja di ashtu vlerën e UÇK-s, edhe shumica popullatës e din, por duhet ma shumë ta mbrojnë UÇK-n. UÇK-ja nuk është e një individi. UÇK-ja, madje as e komplet ushtarëve, UÇK-ja është e krejt popullit, se UÇK-ja ka dalë nga populli dhe duhet të gjithë popullit ja din vlerën, sepse pa gjak liri nuk ka. Dikush është dashur më quaj pari, ta ka parë më në dorë dhe të luftoj, dhe dikush është dashur vdes që të vije liria.
Tash sa kush e falenderohet dhe sa kush e vlerëson, prap edhe këto po e kthejnë mbetet në ndërgjegjen e çdo individi në Kosovë, ndërgjegjen e tyre personale. Lubem, sa është vështirë të nqitet një femën në rrugtimin e vetë profesional? Shiko, këto tashin si tem tabu viteve të fundit në Kosovë që një femën du ta ketë një krah të fortë apo një tafërmë, por kur je një femën e fortë dhe mësohesh me sfidat e jetës, nuk ndalesh, e ki ambicien, e ki guximin, edhe punon shumë. Puna është ajo që e ngrit njeriu. Do të thotë, nëse punon, atëherë do ringritesh. Normal, aty kombinohen edhe faktore tjerë, shkollimi, edukimi. Në Kosovë është pak vështirë të ngjitesh në mojat, sepse këtu nga njëherë janë edhe ata bryllat që do është dashur të shtyhet që ma ka lënë dikur një ish koleg që është babai një figure shumë njoftën në Kosovë, zoti Sherif Konjufca, babai i Glau Konjufcës, tha mori goce, duhet të luftosh ta me brylla që ta bësh një vend të vogël në Kosovë të madhe të Kosovës. Dhe e ko marrë si një këshill jetësore, e ko marrë si një këshill jetësore edhe si një diçka që ashtu po funksionon Kosova dhe ashtu të bësh. Përveç shkollimit, përveç guximit, përveç punës madhe, se si stash edhe ma herët, puna është ajo që të ngrit, nga njerë po duhet luftosh edhe me brylla që t'ja bësh një qikës vend veti diku në këtë vend në Kosovë, diku në ta pozicionosh. Po prap se prap është paraqiten sfida gjatë rrugtimit për femnën shqiptare në Kosovë. Lumja në projekte? Projekte po, une si dihet jam udhëheqi i Institutin për Trashëgimi Kulturore Historike, edhe kemi bo shumë projekte të mëdha, tash i kemi veç më të financuara nga Ministria e Kulturës, projektin Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore PES, jemi në pritje edhe të financimit të projektit tim individual Diversiteti i veshjeve në Kosovë, se si dihet përveç që jam juriste, jam edhe etnologe, do thot me veshjet nga të gjitha trevat e Kosovës. Kështu që edhe tash kemi dërgu një projekt të ri, ndërkufitar është, Trashëgimia Kulturore e Kosovës dhe me kufi aty me Shqipërinë, ku janë pjesë të Dugaxhinit dhe aty pjesa e Shqipërisë, një projekt madhor që do të financohet nga IPA, do thot Komisioni Evropian. Lumja prezantuese. Kjo ka ardhur si rezultat ku tema do thot fajtori jeti. Unë erdha në TV Diasporën, ku ishe ti aty të ju vizitoj si edhe ju familjarisht ma njihemi kështu, dhe aty dikush duhet të të shoqëroj në emisionin e mëngjesit, dhe ti më tha nesër do vish. Dhe më ke shoqëru 2 ditë dhe më ke bo prank, do thot, ke thonë nuk do jem nesër, edhe ke dosh që të më japësh guximin, unë kom fillu e vetëm, kom fillu ta më udhëheq emisionin, dhe kur më ke folë energji, ke thonë këtu jam. Edhe kanë kështu të qeshura dhe nga ty kom fillu dhe kështu dhe kemi punu ko paskohë me talentin, kemi udhëheq, edhe është një fushë e re që është shumë atraktive për mu, shumë e du, sa po ta thëm drejt tash nuk mund të rri, i kry punë të mija, jetën time personale, po prap e ndisi munges kur vjen koha diçka e televizionit, t'jem dikun dhe ta japi kontributin tim. Lumja si teze, si hall? Lumja si teze dhe si hall. Lumja si teze është që unë i kam 3 mbesa, një është nga njëra motër dhe 2 janë nga motra tjetër e vogël, por nga motra e vogël e kam unë atë Noën që është do thot shoqja ime, ajo thot shoqja, edhe më trajton si shoqja, i bën ato bisedat për shoqet e veta dhe unë e dëgjoj me shumë kujdes, e dëgjoj edhe kemi atë kohën tonë që dalim si 2 shoqe pim kafe në qytetin e Pejës. Do thot i kemi ditë e vikendit, caktuar kemi na 2 me dalë. Mbesën tjetër të madhe kom në Gjermani, edhe ajo shumë e lidhur me mua sepse ajo flet për mua për shkollën, flet për jetën siç e kanë fëmijët në diasporë. Hall si hall, unë jam shumë vonë jam bë hall, do thot e kam djalin e vllaut, mas 13 vite ka vllau, i ka 3 vjet Almiri, edhe me të do thot gjithë dashurinë e kemi sepse nga vëllezrit është fëmia i vetëm në shtëpinë tonë, gëzimi jon, edhe kështu që unë kam shumë dashuri për ta, për gjithë, nuk i ndoj asnjë, por me Noën disi kemi disa muhabete, po ma ngusht, ma ndryshe. Lumem, është nacion të kom thjerë paka shumë e kom bo si emision, një rubrik, ta njohim personalitetin, personazhin, nuk kom kallëzu për shka kime ardhë.
Po, ka qenë për mu një surprizë e bukur që më ardhë lumja dhe më shpreh, më refy për gjithë ata që nuk e njohin lumën. Faleminderit edhe unë falenderoj për ftesën, sepse ne kemi si stati në fillim kemi rrugtu këtu në këtë punën tonë kështu me televizion shumë, por ne diçka të tillë nuk e kemi bërë asnjëherë. Unë të falenderoj për ftesën, për vlerësimin dhe çdo gjë që ke bërë për mua. Faleminderit shumë. E pat kush është lumja. Ne shkojmë me publicitet dhe rikthehemi.